Përshëndetje të gjithëve. Atëherë, si fillim doja të sqaroja thirrjen për datën 23. Siç të gjithë dimë, është shumë e rëndësishme prezenca jonë gjatë ditës, sepse në këtë mënyrë kemi efikacitet më të lartë me prezencën tonë. Duke qenë se të vazhduarit çdo ditë në mëngjes është e pamundur nga një pjesë e mirë e jona dhe nuk do siguron të vazhdimsinë e protestës, dola me propozimin që të kemi një datë dhe të kemi kohë të përgatitemi për të dalë atë ditë para dite. Reagimi që mora në sondazhin një javor, le të themi, mes jush, për mendimin tim ka qenë pozitiv. Tani, për të ofruar një transparencë të këtij sondazhi, do ju ftoja kushdo që e ka të sigurt prezencën e tij në datën 23, do të rrasi 23 korrik. Kushdo tjetër që nuk mund të vi, të heshti. Në këtë mënyrë mund t'i tregojmë njëri tjetrit kush do jetë prezenca atë ditë. Jemi gati? 23 korrik. Arsye sepse data është 23, është sepse është seanca e fundit të parlamentit dhe ata do ikin në pushime, kështu që ne t'i urojmë pushime të mbara atë ditë. Ju falenderoj. Siç bëri propozimin edhe Ani, me datë 23, është seanca e fundit e këtij parlamenti që nuk na ka përfaqësuar